Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, do ndalemi edhe ditën e sotme tek gjeopolitika. Lindja e mesme tashmë po hyn në një fazë që shumë analistë quajnë momenti më i rrezikshëm pra gjeopolitik i dekadës. Në vetëm pak ditë kemi parë sulme me raketa, dron, bombardime ndaj objekteve bërthamore, tensione në ngushticën e Hormuzit dhe përfshirje indirekte të NATO-s. Dhe konflikti nga ana tjetër nuk po mbetet më vetëm mes Iranit dhe Izraelit, por po prek këtu edhe ekonominë globale, tregjet e energjisë dhe sigurinë ndërkombëtare. Dhe pikërisht për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime kam të ftuar Ruel Domi. Ruel, të përshëndes, kënaqësi. Kënaqësi, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Atëherë, Ruel, do ta nisim me atë që unë sapo citova. Pra, në vetëm 11 ditë kemi parë një përshkallëzim të jashtëzakonshëm, bombardime në Teheran, raketa drejt Emirateve dhe tensione në Liban. Mendon, Ruel, se jemi tashmë në një konflikt të kufizuar apo kjo tashmë është një luftë rajonale e hapur? Shiko, konflikti është përshkallëzuar. Në raport me a është një luftë rajonale e hapur apo jo, kjo mbetet për të parë, sepse edhe pse Irani në fakt ka sulmuar të gjitha vendet fqinje, pra ka sulmuar Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, ka sulmuar Katarin, Kuvajtin etj. Omanin, këto vende nuk janë kundër përgjigjur. Thjesht kanë interceptuar raketat iraniane, kanë ngritur avionet e tyre bombardues në ajër për të interceptuar raketat dhe për të mbrojtur për të pasur në kontroll hapësirët e tyre ajrore, por nuk janë përgjigjur dhe në këto kushte nuk flitet dot për një luftë frontale rajonale, por patjetër është një konflikt i përshkallëzuar tani më edhe në rajon, patjetër faj për këtë mendoj unë i atribuohet regjimit të ajatollave, regjimit të Iranit, i cili në shkelje të kartës OKB-s, në shkelje të ligjit ndërkombëtar ka sulmuar vende që ata i konsiderojnë bashkëpunëtore në sulmin ndaj tyre nga Amerika dhe Izraeli, sepse kanë dhe baza amerikane, por sigurisht që nuk mund të logjikojmë kështu kur vjen puna ke ligjin ndërkombëtar dhe kur vjen puna ke marrëdhëniet midis vendeve, por mbetet për të parë çfarë do të ndodhë. Sigurisht që në aspektin ekonomik kjo luftë po ka pasoja, siç unë kam thënë në fakt edhe në emisionet tjera, çmimi i naftës do të rritej për shkak të këtij konflikti, sepse së pari janë bombarduar një pjesë e mirë e rafinerive të naftës nga këto petroshtetet e Gjirit Persik, ku prodhohet një pjesë e mirë e naftës, vendet e OPEC-ut, edhe sigurisht që në momentin kur rafineritë e naftës nuk bëjnë dot më punën e tyre, ulet dhe oferta e naftës në treg dhe rritet edhe çmimi, dhe nga ana tjetër vlen gjithashtu thuhet që mbyllja e ngushticës së Hormuzit, siç ti Grisela përmendë me shumë të drejtë, ka një impakt në rritjen e çmimit të naftës, sepse transporti tani më është më i gjatë, pra në vend se të kalohet nga ngushtica e Hormuzit edhe të shkohet nafta të transportohet pastaj nga Turqia dhe shkojnë rrugë toksore në vende të tjera, tani më nafta do duhet kalojë nga jugu Arabisë Saudite në kepin Bab al-Mandeb për të u ngjitur më pas në kanalin e Suezit në Egjipt dhe për të futur në delin mesdhe, pra një rrugë shumë më e gjatë që sigurisht i kushton kompanive dhe më shumë, por për ta përmbledhur si përgjigje, mendoj që ka një përshkallëzim rajonal, akoma jo një luftë rajonale, por një përshkallëzim rajonal që mund të kthehet në një luftë dhe sigurisht po ka pasojë jo të mira ekonomike për botën. E qartë. Ruel, nga ana tjetër, po përpiqet tashmë Teherani ndoshta të tregoj forcë ushtarake apo po luan kartën e presionit ekonomik pra ndaj botës, pasi Irani ashtu si e dim po përdor tashmë një kombinim të dronëve, raketave dhe kërcënimeve ndaj trafikut të naftës pra në Gjirin Persik. Shiko, ajo që duhet të thënë një herë është që fakti që Irani ka mundur të kundërpërgjigjet me dronë, me raketa etj. Të tregon që është një regjim i cili të gjithë paratë e njerëzve të vetë, të bizneseve, të individëve që paguajnë taksa në atë shtet, i ka çuar për këtë lloj artillerie dhe në fakt nuk dihet nëse këta e kanë ditur që do t'i vijë ky moment dhe e kanë bërë për të mbrojtur, apo Irani i ka marrë të gjithë këto armë dhe municione dhe raketa për të agresuar fqinjet e vet dhe për të bërë presion. Unë mendoj që kjo e dyta. Megjithatë të tregon natyrën e këtij regjimi që parat e një prej popujve më të varfër të lindjes mesme i ka çuar për këtë qëllim dhe jo më kot tani Irani ka dhe mundësinë të godas. Por mendoj që siç është thënë edhe nga sekretari i shtetit Rubio, siç është thënë edhe nga presidenti Trump, siç është thënë edhe nga sekretari i luftës Pete Hegseth, Irani po mbaron, domethënë janë goditur një pjesë e madhe e raketave që Irani ka, pjesë e madhe e dronëve që Irani ka, pjesë e madhe e centraleve ku pasurohet uraniumi, flitet që do shkatrohet edhe Navy, pra edhe marina iraniane, dhe nga ana tjetër në një kohë kur amerikanët po targetojnë të gjithë logjistikën ushtarake iraniane,
Izraeli po godet udhëheqësit e Iranit. Domethënë së fundi u zgjodh Mojtaba Khamenei, djali i Ali Khameneit, i Ayatollahut, dhe me shumë gjasa ai do të ketë të njëjtin në fund deri në momentin kur të arrihet ai që presidenti Trump ka thënë që Irani të zgjidhë një lidhje që dua unë. Dhe të zgjidhë një lidhje që të mos shtypi njerëzit e vet. Por mendoj që kjo luftë, edhe pse është po zhvillohet tani më dhe Irani është kundër përgjigjur, do të mbarojë më shpejt se sa që mendojmë ne. E qartë. Nga ana tjetër, Ruel, Izraeli ka goditur dhe laborator bërthamor në Teheran sipas mediave izraelite. Kjo mendon se është ky ndoshta operacioni për të shkatruar programin bërthamor iranian apo nga ana tjetër është një sinjal se Izraeli është gati ndoshta për një konfrontim ose luftë shumë herë më të madhe? Shiko, për sa i përket programit bërthamor iranian, pak në çfarë shton edhe nga zyrtarët amerikan, nuk është vetëm ky qëllimi, nuk është vetëm ky neutralizimi i aftësisë së Iranit për të marrë armë bërthamore, por është edhe e shkatrimi të gjithë raketave të Iranit, sepse përveç armëve bërthamore që Irani do të ndërtonte nëpërmjet testatave dhe pasurimit të uraniumit, Irani kishte edhe shumë raketa balistike që i ka hedhur, ja ka hedhur vendeve fqinje. Në gjithë vendet e Xhejit Persik, 2 raketa janë interceptuar nga forcat e NATO-s në Turqi. Një shkelje flagrante, një goditje, një aleancë ushtarake praktikisht, dhe NATO ka të gjithë casus belli për të shpallur luftë Iranit, por nuk e bën këtë gjë për shkak të frikës së përshkallëzimit të konfliktit. Nga ana tjetër flitet që Irani ka raketa balistike interkontinentale që mund të prekin dhe Evropën. Kemi parë harta të shumta, nuk dihet sa të sakta janë, por unë i besoj autoritetet amerikane kur thonë që ka raketa të këtij lloji që mund të godasin dhe Evropën. Pra, nuk ka asnjë arsye që një vend si Irani të ketë raketa të atij lloji, edhe sikur mos janë raketa bërthamore. Që në këtë kuadër edhe raketa duhen eliminuar. Dhe ka thënë edhe sekretari i shtetit Rubio, jo po dëgjoj një intervistë që thoshte që duam që Irani të mos ketë raketa. Duam që Irani të mos ketë një marinë detare që të kërcënojë rrugët tregtare të aleatëve tanë në lidhjen e mesme. Pra nuk është vetëm çështje e armëve bërthamore, nga ana tjetër një pjesë e mirë e materialit bërthamor të Iranit, uraniumit, u shkatrua në luftën 12 ditore të vitit të kaluar, në qershor të vitit 2025, po në këtë emision kemi diskutuar që arsyeja kryesore, casus belli i asaj kohe, ishte goditja e centraleve bërthamore, centrale të pasurimit të uraniumit që përdoren për ndërtimin e armëve bërthamore nga ana e Iranit. Kështu që në këtë kuadër u goditën ato, kuptohet që Irani ka treguar që ka qëllim të rindërtojë, nuk e di sa i suksesshëm ka qenë, por qartësisht nuk janë vetëm armë bërthamore problemi këtu, domethënë, kjo është një regjim i cili kërcënon të gjithë vendet fqinje me raketa që nuk ka pse t'i ketë. E qartë. Ruel, nga ana tjetër, si ishe akuzat nga Tirani se ndaj administratës së presidentit Donald Trump se ka mashtruar në negociata? Shiko, nuk mund të verifikoj dot këto akuza. Ne jemi në një konflikt tani më dhe siç edhe ti e di Grisela, konflikti përveç se bëhet me armë edhe me municion edhe me këmbësori edhe me avion ushtarak, pra me metoda konvencionale, konflikti bëhet edhe me metoda konvencionale, me fake news, me dezinformacion, me luftë hibride. Kështu që nuk di të ta konfirmoj këtë gjë, por shumica e informacioneve që kanë ardhur nga ai regjim kanë qenë gjithmonë të gabuara, kanë qenë gjithmonë me karakter dezinformativ. Kështu që nuk e di a është gënjur apo jo, por di të them që pjesa më e madhe e negociatave ka pasur të bëjë me programin bërthamor të Iranit. Ka pasur të bëjë me faktin që Irani ka mbështetur proksi terroriste në lidhjen e mesme, Hamasin, Hezbollahun dhe Houthit. Ka pasur të bëjë me programin e raketave që Irani ka. Dhe regjimi iranian ka refuzuar në fakt pak në informacionet e mia të bie dakord në kushte kur negociatat nuk po shkojnë asgjë kundi, ka dhe sulm, se shtën për shembull e kam dëgjuar edhe në media të tjera këtë gjë, domethënë që negociatat po shkonin shumë mirë edhe Izraeli sulmoi dhe prishin negociatat. Nuk është kështu, ne nuk e dim këtë gjë. Nuk e kemi të konfirmuar në këtë informacion fare, domethënë. Edhe në luftën 12 ditore u bë njëjta gjë. Siç për shembull tani ka sulme për shembull ndaj Turqisë, ka sulme ndaj Arabisë Saudite dhe dëgjon lloj figurash domethënë që thonë ka bërë Izraeli. Ku e dim ne që i ka bërë Izraeli? Ne informacione konfirmuar kemi që Irani nuk pranon kushtet e negociatave dhe prandaj negociatat u prishën dhe Irani ka sulmuar Arabinë Saudite dhe Turqinë. Janë dy sulme shumë, domethënë, jo të vogla. Kështu që në këtë kuadër është dezinformim mendon. Qartë. Ruel, nëse konflikti do të zgjatet, a do detyrohet SBA të përfshihet drejt për drejt dhe nga ana tjetër sa i përgatitur është Washingtoni për një luftë të gjatë në linjën e mesme? Shiko, është një pyetje shumë me vend që ti shtron,
me sa kuptoj unë, nuk flitet për çizme në terren, pra ai quhet boots on the ground, pra deployimi i Kamësorisë amerikane, siç është bërë në Irak apo në Afganistan, sepse ai është një projekt i dështuar. Ai që quhet, domethënë, dhe është i dështuar sepse shkon nga rrëzimi i regjimit tek state building, pra tek ndërtimi i shtetit, dhe ne di mjaft mirë që ato vende nuk janë gati për këtë gjë. Domethënë ato vende, qoftë persët, por qoftë edhe arabët atje, fatkeqësisht nuk e kanë kapacitetin kulturor për të kthyer për qenë vende demokratike, për qenë vende që do të institucione, janë shoqëri thellësisht tribale dhe jo më kot aksionet veprimtaria amerikane state building nuk ka funksionuar për shkak të korrupsionit të madh të tribalizmit. Kështu që amerikanët tani do të mjaftohen me bombardime dhe me arritjen e objektivave të tyre në këtë operacion ushtarak dëmtues, se po përmendet termi luftë. U mendoj që ne jemi në një konflikt, jemi në një operacion ushtarak, Epic Fury, furia epike, nuk jemi akoma në një luftë. E megjithatë ka mendime ndryshme dhe nuk ka asgjë të keqe, por mendoj që nuk do të ketë Kamësoria amerikane. Për sa kohë nuk ka Kamësoria amerikane, të garantojmë Grisela që Shtetet Bashkuara të Amerikës e arrit ta përballojnë këtë luftë për shumë kohë. Ai faktor që nuk e përballon dot luftën është Irani, sepse Irani nuk mund të përballojë dot Amerikën dhe Izraelin, nuk mund të përballojë dot sanksionet ekonomike, ka protesta pafund që po ndodhin tani në regjimin iranian, kemi protesta dhe në diasporës iraniane, pra në një moment të caktuar ky regjim ta kuptoj që nuk ka më kapacitet për ta luftuar atë luftë dhe thjesht duhet të largohet. Qartë. Ruel, nga ana tjetër, mendon se po hapet ndoshta një front i dytë që mund të përfshijë këtu edhe Hezbollahun, pasi Izraeli ka goditur objektivat edhe në Liban dhe nga ana tjetër SBA ka paralajmëruar qytetarët të largohen nga Beiruti. Shiko, këto fronte janë të hapura, kanë qenë të hapura prej kohësh, domethënë Izraeli që më 7 tetor të vitit 2023, kur Hamasi u fut në Izrael dhe vrau 700 ca individ civile dhe 500 ca polic apo ushtarë të Izraelit, Izraeli ka bërë një luftë me 2 fronte përballë Hamasit në Gaza, përballë Hezbollahut në Libanin Jugor. Mund të shtojmë dhe frontin e tretë, në fakt nuk ka qenë një luftë aq frontale, ka bërë disa bombardime ndaj rebelëve Houthi në Yemen, që sigurisht përballin kryesor nuk e kanë me Izraelin, e kanë me Arabinë Saudite, por patjetër që janë dhe rival Izraelit, kundërshtar Izraelit, se mbështeten nga Irani. Kështu që shiko, fronti Hezbollahut është i hapur dhe ne mund të themi 2023, por mund të themi edhe vitin 1982, sepse lufta e Izraelit me Hezbollahun ka nisur në vitin 1982. Këto janë thjesht proxy të regjimit të Iranit. Domethënë nuk bëhet fjalë për një front të ri. Fronti i ri është fronti që është hapur në luftën e Iranit dhe nga konflikti me Iranin, dhe nga ana tjetër një front i ri mendoj unë Grisela që do ishte shumë i rrezikshëm është fronti me NATO, sepse disa raketa kanë rënë në Kipro. 2 rakete janë interceptuar nga Turqia, po edhe Kipro edhe ndjes Turqia është në antar se Kipro nuk është, por janë Kipro është aleat i NATO-s, ndërkohë që Turqia është vend antar i NATO-s. Që thotë që nëse rast se NATO do të përfshihet në luftën e Iranit, Irani sigurisht do të marrë fund, mendoj unë, por shtohet risku, sepse Irani fatkeqësisht ka ato raketa që mund të prekin dhe Evropën dhe mund të godasë edhe vende të Evropës janë pjesë të NATO-s, larg qoftë edhe ne. Prandaj është përshkallëzimi jo i mirë. Ruel, sa i përket Turqisë, e cila nuk ka lejuar përdorimin e hapësirës ajrore pra për operacione ushtarake, mendon se po përpiqen ndoshta nga raja të ruaj neutralitetin, do ta quaja, apo ndoshta po përgatitet edhe për një rol ndërmjetësues? Shiko, Ankaraja është një rol mjaft të vështirë tani, e para njëherë sepse publiku turk po kupton që çfarë Erdogani i ka shit Turqisë për 5-6 vite, 10 vite, se Erdogani ka shumë vite në politikën turke, po 10 vite e fundit pak është radikalizuar dhe është bërë një islamik i thekur. Çfarë ai ka shitur popullit turk janë të gjitha mashtrime që SBA dhe Izraeli janë armiqtë dhe që është problemi i perëndimit etj, sepse qartësisht Turqia u sulmuar nga Irani, nuk u sulmuar nga perëndimi. Kështu që ai tani është në një pozitë mjaft të vështirë Grisela, sepse po kuptojnë që rivali nuk është problemi, nuk është Izraeli, problemi është Irani. Dhe në këtë kuadër, kur ti si mund të bësh ndërmjetësuesin për shkak kur vendi jote është sulmuar nga një vend tjetër, ti do të jesh në krahun e kundërt atij vendi, nuk mund të jesh ndonjë ndërmjetësues. Kështu që në këto kushte Turqia është në një pozitë të vështirë, por mendoj që ose të paktën shpresoj që politika turke të ketë maturinë dhe të rreshtohet atë ku duhet. Pra, me SBA-n, me Izraelin, me aleatët arab të gjithë persik, sepse është vend antar i NATO-s dhe nuk ka si të ketë asnjë afiniteti me Iranin për asnjë arsye. Dhe për mua ka qenë një miskalkulim i madh i politikës turke të viteve të fundit. Kjo lloj neutraliteti që Turqia ka marrë
midis bllokut pro-amerikanë dhe në mesme dhe Iranit, nuk duhet të jetë kështu. Mendon Roel se tashmë Turqia është në mënyrë indirekte pjesë e këtij konflikti, edhe pse zyrtarisht pra nuk e thotë se është e përfshirë? Pjesë indirekte patjetër që është, sepse Turqia ka interceptuar 2 rakete iraniane në territorin e saj. Raketa parë flitej që nuk targetonte Turqinë, targetonte një bazë britanike në Qipron greke, ndërkohë që për raketën e dytë nuk kemi dëgjuar në një burim tjetër që thotë që nuk targetohet Turqia, pra qartësisht ishte një raketë që targetonte Turqinë. Kështu që është padyshim indirekt e përfshirë. Sigurisht që nuk është në mënyrë zyrtare përfshirë, dhe normalisht në rast se do të kemi përfshirje të Turqisë në luftë zyrtare kundër Iranit, do të jetë i gjë jo e mirë në sensin që NATO do të përfshihet, sepse me shumë gjasa Turqia do sulmohet dhe Turqia është antare plotë me drejta plota e NATO-s dhe NATO futet në luftë kundër Iranit. Dhe ne nuk e duam atë përshkallëzim nga konflikti. Kështu që në këtë kuadër Turqia po kërkon të luajë një rol balancues, që është gjë e drejtë, por nga ana tjetër qartësisht armiku i Turqisë dhe turqëve nuk është Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, është Irani. Qartë. Ndërkaq Roel, ditën e sotme është njoftuar se është vendosur sistemi Amerikan Patriot pra në jug të Turqisë dhe e cila kjo ashtu se dim është një lëvizje që zakonisht ndodh vetëm kur ekziston vërtet një rrezik real nga raketat balistike. Për të rikthyer edhe asaj që ti the Roel, mendon se kjo do të thotë se NATO tashmë po përgatitet vërtet për një skenar ku lufta me Iranin mund të prek drejt për drejt territorin e Turqisë? NATO po përgatitet për këtë skenar, sepse Turqia është, siç e tham edhe një herë, më ka 2 raketat interceptuar. Në momentin kur kjo ndodh, Ministria e Mbrojtjes së vendit tënd merr masa. Një prej masave është kjo sistemi antiraketor dhe që është dhe i NATO-s atje, kështu që NATO po ja bën me dije Iranit që keni kujdes sepse ne jemi këtu. Unë të garantoj Brisela me 100% që në rast se NATO futet në luftë me Iranin, Irani kapitullon çështje ditësh, domethënë Amerika dhe Izraeli po e lën pak 3-4 jasa gjendet lideri i ri dhe mos krijohet vakumi direkt. Për mua arsyeja pse po zgjat kaq shumë kjo luftë është sepse Amerika dhe Izraeli nuk kanë një lider të arshëm dhe nuk duan të krijojnë vakum politik. Se po të ishte për ta mbyllur këtë luftë, kjo luftë ishte mbyllur me kohë me vakt, domethënë se Irani nuk ka fuqi fare domethënë të përballet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aq më tepër pastaj me një Amerikë që po përdor as 5 apo 10% të resurseve të vet. Kështu që me NATO-n kjo luftë do mbyllej. Problemi është që me NATO-n ka një përshkallëzim të konfliktit, sepse Irani do të sulmonte vendet anëtare të NATO-s ku jemi dhe ne. Dhe këtu pastaj bëhet shumë problem. Me raketa që vinë në Evropë etj. Bëhet jashtëzakonisht shumë problem sepse përshkallëzohet konflikti dhe nuk e do njëri këtë gjë. Kjo është arsyeja pse NATO është e kujdesshme, siç për shembull në konfliktin në Ukrainë, NATO i ka kapacitetet të futet në Ukrainë edhe të shpori rusët që aty. Por Rusia ka armë bërthamore, dhe duke ditë që ne nuk duam një konflikt bërthamor midis NATO dhe Rusisë, NATO nuk është përfshirë. Kjo është arsyeja, domethënë, pra NATO është organizëm deterrent që kërkon të shmang konfliktin, jo ta shkaktojë konfliktin. Qartë. Atëherë, Roel, për të rikthyer sërish ngushticës së Hormuzit, sa dramatike është tashmë kjo situata? Mund të konsiderohet bllokimi i Hormuzit ndoshta si arma më e fortë ekonomike që Irani ka kundër perëndimit? Është armë e fortë ekonomike, por nuk mendoj që është kundër perëndimit. Sepse dhe unë kam ndarë në fakt në rrjetet e mia sociale një grafik ku tregoj varësia ndaj naftës që kalon nga ngushtica e Hormuzit e fuqive të mëdha e vendeve. Dhe në fakt vendi që dëmtoi më shumë, që merrte 30% të naftës bruto nga kjo ngushticë, ishte në fakt Kina. Ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës marrin 2-3%, sepse ka naftë pafund vet. Amerikanët nuk importojnë naftë, amerikanët e nxjerrin vetë naftën. Evropa po ashtu merr diku ka 4% të naftës nga ajo ngushticë, pjesën tjetër të naftës e merr nga Rusia, e merr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që dëmi më i madh në fakt është në Kinës, sigurisht që janë rritë çmimet e naftës kudo, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra ka dëm patjetër, por është dëm shumë i vogël sepse pjesa më të madhe të naftës, SBA-ja nxjerr vetë dhe tregton vetë, nuk ka nevojë për naftën që vjen nga ngushtica e Hormuzit, dhe Bashkimi Evropian fatkeqësisht është i varur nga Rusia për naftë dhe për gaz natyror, por nga ana tjetër fatmirësisht sepse nuk ndikohet shumë nga kjo krizë, ndërkohë që rivali ekonomik i botës perëndimore, që është Kina komuniste, patjetër që dëmtohet më shumë. Dhe unë kam thënë dhe një shkrim tjetër timi që ky sulmi ndaj Iranit në fakt është një rrugë e dy punë. Pra në njërin anë ti godet një regjim ushtarakisht dhe nga ana tjetër godet ekonomikisht Kinën, e cila sigurisht që dëmtohet shumë më shumë se sa vendet e tjera nga rritja e çmimeve të naftës crudo
në botë. E qartë. Ruel, në fakt, pasojat e para tashmë po ndihen edhe në vendet e vogla, pra në vendin tonë çmimi i karburanteve ka nisur të rritet vetëm pak ditë pas përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme. Mendon se kjo është goditja e parë ekonomike? Kjo është goditja e vetme ekonomike, se Irani nuk ka asnjë lloj leve në dorën e vet përveç ngushëllimit të Hormuzit dhe mos harrojmë që është një detaj shumë interesant të fakt, është e Bashkuara e Amerikës para diku ke një javë president Trump anonçoi që ai do të kishte nxjerrë një politikë sigurimi ku çdo vend që kërkon, çdo anije që kërkon siguri për kalimin e ngushëllimit të Hormuzit, paguan Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të jetë marina amerikane, ushtria amerikane që do të sigurojë kalimin e këtyre anijeve. Kështu në këtë kuadër, edhe në fakt është edhe lëndë gjë që do të thënë Grisela që shumë e rëndësishme, ne nuk e dim a është mbyllur apo jo ngushëllia e Hormuzit. Ka detaj që thonë që është mbyllur, por ka raportime që thonë që është akoma pa mbyllur dhe amerikanët po luftojnë. Dhe unë jam i bindur që Amerika do të po e lë të mbyllet për pak sa të goditet Kina, dhe në momentin kur atë t'ia ka dhënë goditjen ekonomike Kinës, do ta japin sërish për kalim normal të mallrave dhe të naftës. Kështu që Irani këtë ka në dorë vetëm këtë, domethënë ngushëllia e Hormuzit, se s'ka asnjë tjetër në dorë, sepse është një vend që nuk bën tregti globale, nuk është një treg i madh konsumatorësh që ja u hoqën kompanitë amerikane dhe nuk kanë kushtesin, nuk është se ka eksporte në vende të tjera aq shumë, kështu që ky është i vetmi akt që Irani ka në dorë, është në një farë mënyrë hapi fundit para kapitullimit. Në vazhdim, Ruel, mendon se do të kemi rritje të fortë të çmimeve të energjisë, ndoshta dhe inflacionit të ri global? Mendoj që inflacioni do të ndikohet patjetër, po, sepse sigurisht nafta është komponent kryesor i transportit të çdo produkti. Në momentin kur rritet nafta, rritet kosto e transportit, në momentin kur rritet kosto e transportit, rritet kosto e produktit, dhe në momentin kur rritet kosto e produktit, sigurisht që ajo u kalon konsumatorëve në mënyrë direkte, sepse ai prodhuesi nuk do të mbajë vetë koston, do ta shesi tek furnitorët apo dhe tek konsumatori me çmime më të larta që ai të ruajë marzhin e fitimit. Është krejt normale, logjikë normale e biznesit, kështu që sigurisht që do të ketë rritje për çmimet e çdo gjëje, dhe nga ana tjetër edhe shifrat ekonomike që ne marrim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të mira, ç'është e vërteta, për arsye të tjera. Pra, së fundmi payroll reporti, pra raporti i vendeve të punës tregoi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë humbur 92.000 vende pune në muajin e kaluar, dhe nga ana tjetër kemi një rritje të projektuar për këtë quarter, për këtë 4 mujor, 1.8% që shumë e ulët se sa pritshmëritë dhe se sa quarteri i kaluar dhe se sa quarteri ose 4 mujori i njëjtë vitin e kaluar. Kjo në fakt nuk ka të bëjë shumë ka pak të bëjë me pasigurinë gjeopolitike, ka shumë të bëjë me politikat tarifore të administratës Trump dhe politikat proteksioniste të tyre, të cilat po e godasin në fakt sipërmarrjen amerikane më shumë se sa po e ndihmojnë, megjithatë është diskutim tjetër, por që do të ketë impakt mbi inflacionin global, mendoj që po, patjetër. Në fakt nga Teherani është thënë se lufta mund të zgjasë derisa presioni ekonomik global të detyrojë botën të ndalojë sulmet. Po përpiqet tashmë Irani të fitojë kohë apo të ndryshojë ndoshta dhe ekuilibrat e fuqisë? Nuk mendoj që është deklarat për të marrë parasysh, sepse ky është presioni maksimal ekonomik, siç edhe thash, që mund të ushtrojë Irani. Domethënë, unë po shija pak dje këto bursat e naftës, edhe fuqia ka vajtur ke $114, edhe varion pak a shumë, ka pasur një rënje dhe së pari njëherë Irani nuk ka kapacitete ushtarake për ta mbajtur ngushticën e Hormuzit të mbyllur për aq gjatë. Kështu që ato çmime do të stabilizohen shumë shpejt. Nga ana tjetër, vendet e G7-s janë ulur në tavolinë dhe kanë rënë dakord që do të çlirojnë rezervat e tyre emergjente të naftës. Kjo do të rrisë ofertën globale të naftës duke ulur dhe çmimet. Që këto dy faktorë stabilizues do ta bëjnë atë presion ekonomik të Iranit komplet obsolet, domethënë një presion që nuk ka asnjë lloj fakti, dhe të mos harrojmë që përveç faktit që çmimet e naftës do zgjasin për kaq shumë të rritura, vlen gjithashtu të thuhet dhe fakti që siç edhe thash më parë, që nuk është vetëm nafta komponenti i tregtisë globale, që Irani realisht të kishte mundësi të ndikonte në ekonominë botërore, do duhet që Irani të ishte eksportues i madh, do duhet që Irani të ishte treg i madh për konsumatorët amerikanë, për konsumatorët evropianë, për konsumatorët kinesë. Nuk është kjo. Por një prej gjërave që flasin shumë gjeopolitikanë, shumë analistë, çfarë do ndodhë për shembull nëse Kina pushton Tajvanin, sepse Kina është tregu më i madh në botë, është kokë në kokë me Amerikën, dhe sanksionet ndaj Kinës do të përkthehen në sanksione mbrapsht ndaj botës.
në çdo gjë. Kjo po është rrezik i madh. Çfarë do bëj Perëndimi në atë moment? Por jo Irani që s'ka asnjë gjë në dorë, domethënë. Qartë, por çfarë ndodh nëse Rusia dhe Kina Ruel vendosin të mbështesin Iranin, pra qoftë diplomatikisht ose ekonomikisht? Kina nuk do ta mbështes Iranin, mendoj unë, aq hapur, sepse Kina, siç e thash, po dëmtohet vetë nga mbylljen e kushtit të Hormuzit, patjetër që ka pas një mbështetje diplomatike të Ministrisë së Jashtme kineze në raport me të drejtën e Iranit për të mbrojtur veten e vet, shkeljes së sovranitetit territorial të Iranit etj etj. Ndërkohë që Rusia pastaj nuk është një what if, nuk është një çfarë do ndodh, kjo po ndodh. Irani është mbështetur nga Rusia, është një regjim rus praktikisht në krye, domethënë Putini e mbështet fuqishëm Ayatollahun dhe ka thënë që ne jemi në krahun tuaj, por nuk ka, domethënë siç e kemi thënë në këtë emision, por edhe në emisione të tjera, unë jam i bindur se ky rendërim botror i ka të ndarë zonat e influencës. Dhe përveç deklaratave bombastike që mund të shohin, nuk do të shkohet më tutje, sepse Rusia e di që nuk ka më punë në lindjen e mesme. Rusia, zonën e vet influencës, do ketë Evropën lindore, do ketë ato 15 republika që i ka pas pjesë të vetat, do i jepet një marrëveshje e mirë në Ukrainë që Rusia do dalë fituese në Ukrainë dhe kaq. Dhe në këmbim Rusia të rriqet komplet nga lindja e mesme. Kjo është arsye pse ne pam për shembull Bashar al-Assadin të bie, kjo është arsye pse ne kemi parë të proxy të Iranit të shkatrohen, kjo është arsye pse nuk do të ketë shtet palestinez, dhe kjo është arsyeja pse dhe regjimi i Ayatollahëve është në momentet e tij të fundit. Kështu që në këtë kuadër janë thjesht deklarata bombastike, por nuk ka për ndodhur asgjë. E qartë. Ruel, nga ana tjetër Irani ka dhe aleat dhe milici në shumë vende të rajonit. Sa i madh është rreziku që ky konflikt të përhapet në Irak, në Siri apo në Yemen? Shiko, ky konflikt është përhapur që përpara nisjes në fakt, sepse Irani ka pas proxyt e veta kudo. Pra Irani ka pasur Hamasin kryesisht, Hezbollahun, Houthim edhe ca grupe të tjera në Irak, ndërkohë që në Siri ka pasur liderin e vet, ka pas Bashar al-Assadin, nuk ka pas nevojë të ketë grupe proxy. Kështu që Sirin e heqim nga harta, sepse Siria është tani më ka një qeveri unitare të drejtuar nga kryeministri Ahmed al-Sharai, mbështetur fuqishëm nga Ankara zyrtare, dhe sigurisht që përballë ka disa faksione në fakt ku janë dhe kurdët, të cilët mbështeten nga Izraeli. Por nuk ka Irani shkulur nga Siria. Në Irak mund të ketë një milici të vogël, por nuk është se kanë ndikim, ndikimin e ka pasur me Hamasit, Hezbollahut dhe Houthit, të cilat të tre këto milici janë degraduar tani më. Janë milici të pa fuqishme. Kështu që në këtë kuadër mund të jenë raketa sporadike, por nuk kanë ndikim, nuk kanë fuqi, nuk kanë aftësi këto milici për të bërë punën e Iranit. Tani më, domethënë Irani po përballet në të drejtë për drejtë me Perëndimin dhe nuk ka asnjë lloj mundësie domethënë që të përdori proxyt e veta. E qartë. Mirë, Ruel, për ta mbyllur, mendon se ekziston rreziku real ndoshta një lufte të tretë botërore dhe cili do të ishte skenari më i keq për rajonin dhe a mendon se ka ende hapësirë për diplomaci mes këtyre vendeve? Shiko, lufta tre botërore patjetër që mundësi, fatkeqësisht, sepse jemi në përshkallëzim të vijushëm. Por unë jam gjithmonë i bindjes që lufta nuk ndalet me diplomaci dhe nuk ndalet ose nuk parandalohet me diplomaci dhe nuk parandalohet me ligj dhe nuk parandalohet me fjalë të bukura, por lufta parandalohet me fuqi, me forcë. Dhe kjo ka qenë dhe doktrina në fakt e presidentit Reagan, doktrina Peace Through Strength, pra e paqes nëpërmjet fuqisë, dhe është një doktrinë që edhe presidenti Trump po e adopton. Dhe në këtë kuadër, prandaj ne shohim veprimtari të fortë amerikane në hemisferën perëndimor nëpërmjet iniciativës Shield of America, mburoja e Amerikës për të koordinuar punën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe 11 vendeve të tjera të Amerikave ndaj narkotrafikut. Kjo është arsye pse ne pam rënien e Maduros, kemi parë rënien e Assadit, kemi parë një prezencë të shtuar amerikane në Evropë në sensin e nxitjes së aleatëve europian për të rritur shpenzimet e tyre. Kjo është arsye pse shohim bordin e paqes, edhe sigurisht kjo është dhe arsyeja sepse ne shohim sot një përballje me Iranin. Në rast se këto regjime do të lihesin, Maduro do të lihej, Irani do të lihej, Rusia dhe Kina do të ishin më të forta se kur, dhe unë të garantoj Kristina që nëse do nisin lufta e tre botërore, nuk do niste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dominojnë status quo-n, do nisin nga ata që duan ta ndërrojnë status quo-n, nga Rusia dhe Kina. Dhe në këtë kuadër, Rusia dhe Kina deterrohen ose parandalohen vetëm me fuqi, që presidenti Trump dhe administrata e tij po e tregojnë ashtu siç duhet.
Kështu që mendoj që këto veprime nuk na çojnë më afër një lufte tre botërore, në fakt na largojnë nga lufta tre botërore. E qartë, mirë. Roel, kemi arritur në fund, falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.